por na deri më sot nuk I kemi pranuar ankesat e avokatit mbrojtës të asnjërit nga të akuzuarit. Shkak se është hera parë që takoj familjen e dëmtuar, të shfrytëzoj rastin dhe t'ju shpreh ngushëllimet e mia të sinqerta dhe personale të mia. Për hir të mos zvarritjes së procedurës, me qenë se kjo ka qenë obligim që gjykata themelore mi ekspedu, avokatës Latina Asno, kjo është shkëlluar të bërënën. Faleminderit kryetar, kantor, kolegët pranishëm. Unë jam sot këtu për ta respektuar ftesën e gjykatës me autorizim zëvendësues për avokatin Besnik Berisha, siç e prezantuar, por na deri më sot nuk I kemi pranuar ankesat e avokatit mbrojtës të asnjërit nga të akuzuarit, kështu që me respekt kërkojmë që ta shtyni këtë seancë, na përcjellen ankesat, na mundsohet parashtrimi I argumenteve tona përmes përgjigjes në ankesë dhe pastaj caktohet një seancë tjetër dhe të artikulojmë pretendimet tona. Avokate, jo por që nuk I kanë dorëzuar ankesat, kjo është detyrimi I gjykatës themelore, mi përcjell ankesat dhe të pala kundërt edhe me parashit përgjigjen ankesë. Domethënë kërkesa juaj është me qenë se nuk I posedoni ankesat e palës kundërt, me pranu fizikisht, me pas një kohë të arsyeshme që me parashit përgjigjen ankesë më shkurt. Po, lutem, na japet afati siç përcaktohet me ligj. Sa barabartësisht ju vjen kohë? Afati me ligj është 8 ditë pas pranimit, kështu që në momentin që ti pranojmë, një afat I arsyeshëm edhe mundësisht koordinohemi për datën e radhës. Nderuar kolegë dhe ju gjithë pranishëm, para se të jap përgjigjen në kërkesën e parashtruar nga kolegja këtu përfaqësuesja e palës së dëmtuar, me qenë se unë jam angazhuar në fazën e apelimit të gjykimit, fillimisht do doja që shkak se është hera parë që takoj familjen e dëmtuar, të shfrytëzoj rastin dhe t'ju shpreh ngushëllimet e mia të sinqerta dhe personale të mia. Sa I përket kërkesës së kolegës për shtyrjen e seancës, me qenë se e njëjta është e bazuar dhe ka të drejtën ligjore që pala e dëmtuar të pranojë ankesat dhe të ushtrojë përgjigjen në ankesë, unë jam para aktit kryer që të kundërshtoj një kërkesë të tillë, prandaj mendoj se edhe kolegët e mi dhe gjithë pajtohemi. Si kolegj vlerësues, si kolegj gjykues vlerësojmë se propozimi I përfaqësuesës me autorizim të palës së dëmtuar është ligjor, andaj kolegji këtë seancë është shtyr për një datë tjetër. Mirë, para praktikisht të mjaftojmë përfaqësuesën me autorizim të palës së dëmtuar me për hir të mos zvarritjes së procedurës, me qenë se kjo ka qenë obligim që gjykata themelore mi ekspedu, mirë po mos zvarrit procedurën me çështja ka ardhur në apel, sot mbrana një ore, lajmëruar në administratën e gjykatës së apelit, kemi me pajisje me ankesa të mbrojtësve të palëve të akuzuara,